S'ka gjë, bravo. Shikoj që s'jam të nga ato që futen kështu. Jo, si e. Listën e zezore. Hello. Përshëndetje të gjithë dhe mirë se vinin Flak Fare podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm siç e do zakoni. Falenderoj të gjithë ju që na ndiqni nga Italia, Gjermania, Franca, Kanada, Amerika, Turqia, Greqia, nuk e di mund të kam harruar diçka, po ju e dini, komentoni tashmë poshtë cilin do kam harruar. Duhet falenderoj të gjithë ju që na ndiqni në rrjetet sociale Flak Fare, Instagram, TikTok, Facebook dhe sigurisht të ftoj të gjithë ju që jeni dashamirës të produksioneve tona të na bëni follow ose më saktë subscribe në Hoje Media. Në Hoje Media do të keni së shpejti edhe produksione të reja, prandaj stay tuned. Duhet falenderoj Argjendari Donaldo që është pjesë e emisionit Flak Fare, e gjeni lehtësisht përballë qendrës Top Tani me produkte të jashtëzakonshme dhe sigurisht dizajno që nuk do të gjeni në për vende të tjera dhe sigurisht çmimet konkurruese. Rum Bumbu, cili është sponsori i ri emisionit ton me 3 shije të ndryshme, të cilat njëra është me bazë vanilje dhe banane, tjetra është e vjetëruar, tjetra është për zonjat që kanë qef, ose gocat zakonisht, me arkokosi dhe rum. Produktet tona, sallamet tona, të cilat vinë me përbërës dhe shijet mrekullueshme për tryezën shqiptare dhe juten, mos na harroj juten. Thënë e gjitha kjo do të shkoj tek e ftuara ime, e cila ma bëri shumë qefin që erdhi. Unë gjithmonë e kam ndjekur ndërmjet ekranit, nuk e kam njohur kur personalisht, por e kam dëgjuar këngët e saj, e kam parë në intervistë, e kam parë në reality, pra praktikisht e njoh vetëm nga ekrani. Sot më dhuroj kënaqësinë që ta kem përballë në studio Sheila Haxhiraj. Faleminderit Rubi. Mirë se gjeta, një faleminderit për ftesën. Të falenderoj shumë për faktin që pranove të sfidosh edhe këto salca djegse, nuk e di si e ke raportin me to. Shiko, me thënë drejtë, me dy mendje kisha të vija, jo për ty, po vetëm për këto djegse, nuk e kam raportin mirë, po ta sfidoj veten time sot. Uroj që t'ja dalësh deri në fund. Unë e them gjithmonë, i vetmi që s'ja ka dalë dhe ishte në listën e zezë të Flak Fare është Stefi, është i vetmi që ka dalë që s'ja ka dalë. Gjithë të tjerë deri më sot janë më shumë se 40 ftuar që kemi pasi Flak Fare, e kanë çuar deri në fund. Po mirë, nga e nisim domethënë, kush është më? E nisim nga më pak. Kush më rrezikshëm? Nga më pak djegse, gjithmonë, dhe qëllimi është që ta çojmë deri në fund tek më shumë djegse. Nëse ja del mirë, nëse s'ja del je e lirë të futesh tek lista e zezë. Është, nuk e di, je kështu konkurruese, je se dërlie kështu, e ke edhe të garës. Deri në fund. Bie dëshmor kështu aty. Vërtet? Po patjetër. E ke nga, mendon se e ke nga origjina, ndej nga zona që vjen, po, ashtu kam një gjë e vogël me atë temperament kështu, luftarake. Ti tani ma shpjego çik origjinën tënde kështu genetike, çfarë? Po jugore jam. Jugore. Vlorë? Tjetër? Po, në Vlorë kam lindur, kam i çik del Tepelene, Delvine. I gjithë jugun. Këto më të reja. Nuk e di pse ma sjell mua atë energjinë. Në fakt, Shelës ja thash edhe para se të fillonim, i thash që më sjell energjinë e një familjare. Po, e një portreti ose një ndjesinë e një njeriu që i përket zonës time të jugut. Po jugor më dhe ti? Po jugor. Jemi tanët o vëlla. Po, tanët. Do ta provojmë tani si direkt me salsa e parë, më thuash si të duket edhe, okay. Mund ta lyesh me çfarë duash ti, unë po luaj me çik patate. Ja, çik patatën, dhe unë. Ilda si kaloj. O bo, radhë unë ju shumë. Ishtë ti djek tani të vdes. Doqi? Bo. Te para! Rudi që më bërë. Seriosisht e ke? Një të ishte ja fare. Jam anti. Ja anti djekse? Po, se nuk që mos ta mbaj mendin të flasim. Po. Shiko, ta nisim direkt me ndjesinë që më le përtej se më le ndjesinë e të qenit një jugore, më le ndjesinë që më duke shumë mirë. Tani, e di që këto 2 vite kanë qenë të vështira për ty, i ke ndarë eksperiencën tënde, është realisht shumë e vështirë. E vetmja gjë që do të ngacmoja për këtë 2 vjeçar do të ishte si të ndikoj. Çfarë gjetet tek vetja që se kishe, çfarë zbulove diçka në këtë 2 vjeçar tek Sheila? Me të drejtën, më ndryshoi komplet
komplet vetja ime, jeta ime. Mënyra se si ndjej, si perceptoj gjërat. Mënyra dhe se si njeriu ditë ka përcej dhimbjen dhe të mësohet me të. Punë shumë e brëndshme me veten. Qoftë edhe se si shikoj njerëzit të afërmit, miq, shokët, familjen, pra nuk ti ta shpjegoj Rud, është një ndryshim perceptimi komplet dhe mendoj që më kuptojnë njerëzit që kemi kaluar të tilla sfida. Dhe kam parë që me ata kuptojnë mirë që me sy dhe fillon ajo biseda dhe rrjedh me njëra tjetrën. Mbase unë do të kuptoj dot se. Po, domethënë sa do ta shpjegoj, por çfarë të ndryshon komplet pjesa e ndjeshmërisë, e perceptimit, qoftë edhe ti vetë në qasjen me jetën, çfarë duhet vlerësosh, çfarë s'ke vlerësuar më përpara, pra janë një tërësi gjërash. Çfarë vlerëson më shumë tani? Vlerësoj jetën, vlerësoj familjen shumë, vlerësoj ata njerëz që i kam pasur që nga fillimi, që ndoshta dhe për shkak të rutinës jetës ti nuk i jep shumë vëmendje se për fat keq dita 24 orë ka dhe ne duam t'i bëjmë të gjitha, por jam përkushtuar më shumë atyre që dua, të them të drejtën, edhe vetes time. Se ndonjëherë kur ti unë jam çik emocionale si natyrë dhe të them të drejtën gjithmonë kam qenë njeri i njerëzve, ndoshta ashtu dhe jam edukuar. Dhe nuk mendoj që të gjithë e meritojnë atë përkushtimin, vëmendjen, kështu që jam stepur pak dhe po e shikoj dhe pak me racionalitet këtë gjën. Jam bërë dhe shumë selektive te njerëzit tani më së fundmi. Nuk më pëlqen që ta ndaj kohën me këdo. Kolla është nga djegse. Kolla është tani nuk kam që t'i bëj. Kanë reagime. Dhe sa kalova një viroz që nuk ka ikur kolla dhe nuk e di. Je si shumica njerëzve, Sheila, të gjithë po kalojnë viroza. Dije që kjo intervistë do jetë me kollën time. Okej. Veti dytë. Dakord. Pra, je bërë me egoiste, le themi, je bërë me egoiste në sensin e të vlerësuarit më shumë të kohës tënde, të vetes tënde dhe je bërë mbas edhe më mirënjohëse. Sigurisht, njeriu ka nevojë të jetë. Dhe më mirënjohëse, patjetër. Dhe jam afruar më shumë vetes time. Vetbesimit tim. Ndoshta edhe kohës që nuk e kam kushtuar edhe kuptuar vlerën aq mirë vetes time, së fundmi po, ja kam kuptuar dhe ja kam kushtuar atë vëmendjen. Çfarë ke një gjë të mirë ti Sheila që e ke zbuluar tek vetja jote, që e di që e ke të mirë? Mua më pëlqen vetja që jam shumë grounded, jam shumë e këmbë në tokë dhe shpeshherë bëj dhe monolog me veten time. Domethënë të pranoj ku i kam gabimet si njeri, të dua të rritem, të zhvilloj dhe të bëj më të mirën dhe nuk mendoj që këtë e bëjnë të gjithë, sepse kujdo që ti i bën një kritik direkt ndihet si i sulmuar dhe unë nuk e kam këtë. Edhe me njerëzit që unë ndjej që ata më duan të mirën dhe kur më bëjnë një kritik, një gjë unë e shikoj me aspektin se si unë dua të zhvillohem, të rritem. Pra ta ndryshoj për mirë. Qartë. Po thjesht duhesh të diferencosh pak kur ajo kritika është dashamirëse dhe kur është dashakeqëse. Po çfarë më pëlqen tek vetja është jam një njerëz me këmbë në tokë grounded. Pra e mira kjo. Po e keqja? Mendoj që jam i çik impulsive. Je impulsive? Po. Po edhe kjo më ka ndryshuar, kam filluar të jem më e qetë. Flor Tepelen, Delvin, domethënë nuk ishe si t'ishe ndryshe. Çfarë ti bëjmë? Nuk i vjen aq progresive. Stomaku im nuk e di. Çfarë do kaloj sot? Mos e janë dha ide se është thjesht e para, pastaj mësohet. Po provosh dytën. Ata provojmë. Ti je kalitur me këtë emision vëlla? Unë prandaj nisa këtë emision se isha i kalitur. Ne çfarë do tani? Jemi rek? Do ta lysh? Jo, rek jemi. Wow. Bëri ajo, ishte një qëto... Digja! Çfarë zotin ta ku një gjë të emisione? Pra, ku më gjeni këtë emision? Po ajo shkrimtarja, kush ishte? Muhameti. Bravo. Nuk do gjaj shumë kjo. O madre de Dios. Nuk do gjaj shumë. Se jam lënë një meme. Kur vuna në bik, shoqja ime ngushtë, tha, o zot, inshallah bëhesh meme. Do të ju bëra meme, me vërtet kur dola. O madre de Dios. Ajo shoqja ngushtë. Ajo. Ti je shoqja ngushtë? Ajo, laj thaj. Se kemi këtu shoqjen e ngushtë, ju nuk e shihni, unë e shoh. Shumë e këndshme. Po e përshëndesim Ilden. Tani të vazhdoj tek e treta unë me stil? Po. Me stil. Po.
I bëni edhe dora ndërkohë. Mos u tra mos e Hajmo. nxirrat karakterin. Nëse, kaloi kjo periudhë e vështirë, tashmë të shoh, domethënë të paktën dukesh se ndonjëherë njerëzit duken por nuk janë. Megjithatë, pak a shumë ajo e rikuperimi deri diku reflekton të sytë e një njeriu. Jam më mirë. Jam më mirë. Sigurisht. Jam munduar që të eci përpara sepse në fund të ditës ti nuk e zgjidhje. Domethënë ajo gjë që ndodh, ti nuk e ç'bën dot. Ne nuk i kthejmë dot gjërat mbrapsht as njerëzit. Kështu që jam munduar të jem mirë në radh parë një edhe për familjarët e mi, sepse tani më unë jam drita syrit të tyre dhe nëse unë jam mirë, të jenë dhe ata më mirë, por dhe për veten time. Qartë. Sa të ka ndikuar muzika në këtë periudhë? Oh, shumë. Në fakt, ajo çfarë mua më solli në jetë edhe një herë që i lindi vetja ka qenë muzika. Më thënë, ajo më ka ndihmuar jashtëmase shumë. Në gjithë këtë periudhë që kam kaluar. Në sensin e dëgjoje apo dhe këndoje ose si? Unë kam vite që kompozoj muzikën time, shkruaj këngët e mia. Okej, prodhoje pra. Po. Me producentin tim, Marco Polon. Marco është italian? Jo. Është vllai Jessica Polos. Marco Polo duket kështu si zbulus. Është përtej se kam mik e kam si vlla, por kam një kemi shumë të frikshme në muzikë. Do të them kuptojmë, ndihet energjia, çfarë unë dua të prodhoj, ai beson tek energjia? Patjetër. Lidhet, ëh? Patjetër. Beson tek këto horoskopet? Shiko, besoj. Më shumë tek ato karakteristikat, okay, por nuk mendoj që çfarë është një? Çfarë thua ti për shembull? E shef beson. Po të pyeti dikush që Akrepi. E gjeta, faleminderit Ilda. Ma tha Ilda, akrepi, ë? Seriozisht? Po çfarë shenjash ke ti si, çfarë tiparesh ke ti si akrep? Dhe kujdes çfarë do thuash se Ilda është gati ma bën me shenja, mi thot të gjitha. Po këtë intuitive njerë... Je intuitive si natyrë. Po. Qa ka tjetër ati? Ka shumë, akrepat i tregojnë shumë si negativër, apo jo, Ilda? Po janë shumë investigues, bëjnë kohë si kur të kuptojnë, po të kuptojnë shumë mirë. Dhe më thonë, kanë shumë... I ke këto ti? Hetimin e kanë, po. Je hetuse. Në momentin që ti dyshon se dikush për shembull të gënjen, ti do ta gjesh gënjeshtarin, do ta nxjerrësh në tabela. E ke këtë aftësi, po themi. Po. Po kryesisht është ajo pjesa e intuitës. Po dhe më pëlqen që jam selektive. Akrepat janë dhe selektiv. Janë? Po, janë selektiv. Kur ke në nëntor i bie të kesh lind? Apo nëntor, po nuk jam e fillimit, jam e fundit. Pjesës, po, jam i çik më crazy si. Pse fillimi është më sa nëntor i bie? Jeti më të butë. Unë jam 20-a, 20 nëntori. 18 nëntor është vajza ime për shkak. Shef e ke afër dhe akrep, të merr. Po që nga këtë pra, me mua është uragan. Inshallah bëhet kështu ja si puna jote, dihet këndoj ti edhe mirë. Se dukemi kështu si të mira, por si ajo. Jo, ajo duket e mirë fare. Ke parë te Jova Mbregu? Jo. Si ajo pasa pëllseta, si ajo lulja. S'kam parë kinematografi shqiptare, të më falni, gjithë s'kam jetuar në Shqipëri, prandaj është të merr që se do të shkojmë tek e katërta. Se më duket sikur më relaksove shumë. Po jepi ti një. Po më. Shiko. Nuk kam turp. Si kalove këto të tjera ti? Kalove direkt e katërta. Ja. Mos më bëj me hile në emisionin tënd. E ke parasysh dhe kthej nga tjetra. E lyve? Nga lyva. Helëm. Pash zotin, ku i ke gjithë to? Më pëlqen shumë se e the si vlonjate. Helëm. Na ke sjellë nuk sa ke sjellë qumësh. Qumësh s'ka se nuk kemi sponsorizim me qumësh. Po sillin as të merrem mu. Do e qumësh e kishe sjell me vete, dakord? Si jemi këtu tani, po t'jap ushqim, t'jap dhe salcat. Mos abuzoni. Po kishe blej shishe, kishe heq logon. Qumësh. Ja, pa keme qumësh me kokosja dhe mund të freskohesh me ato. Fiks. Të pyes. Se ti ke zgjedhur një profesion që të paktën në sytë e mi, profesioni këngëtarit është i vështirë. Ose mënyra se si unë e shoh, ose të paktën suksesi në profesionin e këngëtarit se të pretenduarit se këngëtar mund ta pretendojë çdo kush. Po ti je i suksesshëm në këtë profesion është e vështirë. Po. Çfarë bën një
këngëtar të suksesshëm në realitetin shqiptar. Dhe e dyta, a bie dakord, a je komfort me mekanizmat e çfarë quajnë të suksesshëm në Shqipëri një artist? Jo. Jo. Për fat keq në realitetin shqiptar, ti je i suksesshëm do të thotë që ti duhet ta bësh fytyrën tënde cop, leck dhe ti ke një famë momentale të rrjeteve sociale dhe janë bërë të gjithë tani personazhe publike. Pra tani kushdo mund të quhet një VIP fare thjesht në Shqipëri. Kështu që për mua është një realitet i hidhur. Unë nuk kam mundur do të bëj kompromise me veten time, me fytyrën time, me natyrën time, po dhe me artin tim. Për të qenë pjesë e këtij tregu. Domethënë, unë mundohem me sa mundësi unë kam të prodhoj muzikë të mirë, sigurisht me rritjen edhe eksperienca bëhet më e fortë, edhe intuita, kështu që flas në aspektin e prodhimit muzikor. Kështu që unë deri tani kam vazhduar në atë linjën time. Mund të them që jam munduar të komercializohem disi pak në preferenca çfarë kam parë që pëlqejnë njerëzit, por deri pa i kaluar ato kornize që unë them nuk mundem. Të bëj pak për shembull avokatën e djallit, jo se duhet të kundërshtoj ty. Them që të gjithë ata që nuk kthehen, do ishte një pretendim, që e dëgjoj shpesh për shembull. Ama të gjithë ata që bëjnë shumë komerciale ashtu thonë që muzika ime, stili im, unë nuk bëj kompromis. A nuk mendon se në fund ditës mbase suksesi një artisti matet me edhe sasinë, jo vetëm cilësinë, por edhe sasinë e njerëzve që arrin të ngacmojnë? Më patjetër, po shikoj. Pa në nënkuptuar që ti s'ke prek shumë njerëz. Kur themi ndrova stilin, unë kam eksperimentuar, unë kam nxjerr edhe tallavas kam nxjerr unë, po pse jo njëherë? Nuk mundesh. Jam munduar deri tek ajo komerciale afër asaj. Por nuk më ka funksionuar mua. Domethënë nuk jam ndier unë mirë. Unë nuk e gjykoj asnjë këngëtar apo artist që ka zgjedhur. Unë flas për ata që dalin nga hiçi për një këngë kot dhe thua unë jam person publik. Domethënë flas çdo gjë çfarë ka dalë tani rrjeti social, TikTok, ku di unë. Tani çdo gjë është. Jo, nuk e kam për ata se shiko, që çdo kush mund të pretendojë çfarë doj mund ta bëj. Mund të nxjerrë pak kshale, pak kështu e pak ashtu. Edhe pjesa më e madhe, shumica e gjërave tani bëhen nëpërmjet skupeve. Pra ty më shumë të klikon nëse ti, ku di unë, thon Sheila doli me filanin, apo Sheila si ndodhi kjo, apo kjo, ku di unë, ti më shumë qendra vëmendjes aty, dhe bën një audiencë, sesa unë kur nxjerr një këngë, promovoj një punë të mirë, nuk... Mirë, kjo funksionon kudo në botë, në fakt. Edhe funksionon edhe nuk funksionon. Për shembull, unë jam djerë shumë e vlerësuar tani, që në eksperiencën time që po bëj, në këtë rrugtim të San Marinos, në fazën e dytë që bëra, më kanë shkruar diku te 4 portale italiane. Nuk i dija më përpara, po mi çuan njerëzit. Dhe ja që në momentin që ti bie në sy për një gjë të mirë dhe të vlerësojnë, pse jo, të nxjerrin. Unë nuk e shikoj këtu në vendin tonë që ti të kesh të tilla lajme. Unë hap në ditën time Instagram, TikTok, ndau lidhu dhe ti Sheila, ndau lidhu. Po unë ndajem lidhen për veten time, nuk ndajem lidhen për dynjan. Është pjesë e profesionit, ti je personazh publik tani në një. Po pra sa herë do ndahesh do lidhesh, në çdo këngë do ndahesh do lidhesh. Po e diçka bombastike në flak fare për shembull, edhe ta bëjmë lajm. Ora, i mos vaje asgjë se nuk na intereson fare. Ne nuk e shiko, po ti shikosh të gjitha intervistat, ne nuk kemi marr kurrë me këtë lloj. Qofse ka dashur ftuari pastaj është tjetër gjë, prandaj je lirë të thuash çfarë duash, po. Gaçi, e kuptoj, po. Po, vazhdojmë të digjemi ne kush është e pesa se na iku numërimi. Katërën, ku ishin? Të katrën e bëm. E bëm të katërën, sa shpejt iku ky. Por me qenë se ishim aty, je dashuruar, je mirë kështu, je single, ku je? Nuk prononcohet. Apo do të përtypesh? Me ndjesira kështu. Miksa, akoma se ketë Quna olla, qa bet me ju? Po si eshti në një lidhje gjithë kjo gozo? Sa kuptoj single e një single? Do jesh akrip, prandaj, nga që akrip. Nga që jam selektive, pra. E selektive? Pse s'ka quna? Tani, nuk besoj që s'ka quna, po
ndoshta pretendoj që ata që i Si janë ata? Si janë ata? Ma thua një E di si është puna, e di si është puna kot me thënë unë du këtë, me këto cilësi, por realisht kur ti njeh dikë, ndoshta ai ta bën kështu bam, ti të pëlqen diçka dhe kaq. Po jenë... Ndodh, Dakor. pa e ditur karakterin, tipin, se do ta shikosh, do ta njohësh. Cila është gjë e parë që shet tek? Apo nuk sheh një gjë? Është ajo që të bën klik. Ndonjëherë më bën klik zëri, ndonjëherë më bën klik shikimi, ndonjëherë qëndrimi, ndonjëherë detaj, gjesti. Do thonë, varet. Pastaj mbetet ecuria për ta njohur edhe për të Si parë. nuk tha një gocë në këtë emision që thotë por shpatullat, krahët. Jo, mos nuk i jam keqe. Nuk fare? Jo, Se vetë s'kam servitesh, vetë i ke linjat po shumë nuk mirë. është se kam duhet jetë patjetër trup e muskuj, jo, nuk e kam. Thjesht mjafton që të më pëlqej karakteri dhe të jetë afër asaj që unë Me sa po kuptoj, je në ujë apo nuk është se e ke po gjetë më pëlqen një. që të meshkujt charmant, të them të drejtën. Çfarë nuk kupton charmantja, Nuk e di, Sheila? charmantja ka një tërheqje o vlla, nuk e di, ndoshta është shikimi, ndoshta është qëndrimi, nuk do të thotë që ti je mashkull i bukur, por nuk e di, është atraktiv sjellja. E di cila është charmi i interesante, tij. shumica... Është si puna sajt aromës, si theti sa erë mirë. Po, bluzën e Shelës do ta mbajmë pasi ti nga misioni, do ta mbajmë për aromatizues. Një pjesë mëngën do ta marr për makinë, domethënë. Ka një aromë shumë të mirë, nuk e di si quhet parfumi, s'ma tha emrin. Nuk e them asnjëherë parfumin. Nuk e thua për Jo. pse? Është Kam ters? 2 parfume që i përdor, nuk i them asnjëherë. Ah, se i marrin. Sepse më Kush ka e ndodhur Tiranës, që kur kisha qef disa parfume, dhe kur më pyesin çfarë parfumi, kjo, veç kur shikoja që i hidhnin dhe njerëzit që njihja për rreth, edhe nuk më pëlqen. Pëlqen të jemi çik unike edhe në aroma. Shumë mirë, dakord. Po thoja për këtë charmante se mike, shumica e gocave që dëgjoj që thonë duhet të jetë charmant. Po. Dhe për shembull charmant si kush? Më jep një referencë, kush është një mashkull charmant, po themi? Dhe të gjitha vajzat thonë meshkuj charmant përshkruajnë çuna që janë super të bukur. Charmant ose Po jo charmant, ta tregoj një- marr, jo shqiptar, s'pa E marr. jo shqiptar, jo, mos Po, të merr dhe edhe shqiptar. Johnny Depp duket charmant. Pikërisht miq, ky është. Bëhet charmant, Johnny Depp është king. është- Nuk është thjesht charmant. Ku dim duket mendor. Seriozisht? No, Kush është si majmun? Nuk është si majmun, Johnny Depp No. është simpatik tani. no. Ti dashke, Ilda, ti dashke vetëm me leklash. Johnny Depp e pam pastaj në gjyq që i kishin dalë palar, nuk është ai charmant. Duket Ta charmant. më tash unë More dhe njohë prapa. nga karakteri, unë po flas si më duket shumë në aparencë, duhet më intrigon, Qartë. duket mashkull inteligjent i zgjuar, me thënë ka. Në fakt, nuk është ai, duket. Se në atë gjyqin që pam, Tash ndaj. s'kam lidh Dakor. Hollywoodet e tjerë. Pra nuk je në një marrëdhënie në ato ujëra, e kuptova. Kërkon një mashkull charmant. Kërkohet mashkull charmant Për Sheilën. për Shelën. Charmant ama. Ku jemi Nëse këtu, mendon ku se jemi nuk je këtu? charmant. Ku jemi këtu se? Po vajti tek mësova tani. gjashta, e. Te gjashta. Parametrat janë këto, nga 1,80 deri 1,92, midis 70 deri 120 kg, pasuria fluide, nuk e përcaktojmë. Dakor, duroj që ta gjesh një... A mendon se do përfundosh ti ajo vajzë do martohesh me një të huaj, Sheila? Nuk e di. Me thënë drejtën, Nuk e përjashton. me thënë të drejtën, më shumë më ngjisin këta të gjakut tim. Ande nga Vlora i do, ë? Jo, Apo të huaj. shqiptar në tërësi. Shqiptar më në tërësi. Thashë i S'ka dosh nga lidhje, jo, Vlora. jo. Nga që the të huaj, Jo, thash, jo, gjaku jot është nga Vlora te Pelen Delvin, s'ka tot. Nga çfarë do lloj vendi të jetë. të Shqipërisë. Mjafton të jetë në ato parametra që Dakor, tham. dakor, Ua, uroj kjo ishte që ta helm. gjesh. Ishte helm? Vërtet, unë se provova, unë çfarë po bëj? Wow, Ku ishin te 6 sa shpejt iku. gjashta. Pas kap dhe 4? Oh my god. Ua, Ora vërtet, kjo ishte djegse. Është çik. shumë. S'reagon fare. Po mbaj veten, ç'më Me bëj? të ngrënë ikën, bo, ishte djegse kjo vërtet. Sa, unë riba shumë. Bo, sa hangra valla. Dhe kishe dëshje të keqe. Ai djegse sa është ajo. Hilda po më vinë valët e tua. Dragoj, Më hynë valët e grekut. Bo, Hilda, me një letër hajmë freskogojnë. Mora shumë, u bëra arrogant. E bëj gjithmonë të harroj në njëherë dhe fush. Ha si duket mirë? Po pi çati. këtej, çat më dali. A duhet një birë në këtë emision? E kemi zgjidhjen. Nëse të rikthehemi te muzika tjetër, keni 18 vjeçë, dalin tënde të parë publikën nëse s'gabojmë, korrigjoj. Jo. Sa ke qenë? Shumë e vogël.
14. 14 ka qenë atëherë? 13. Ka qenë 2012? 2012? Kur ka qenë? Në 2012 nga vetuar X Factor. Po. Unë atë quaj okay. No, kam dalë shumë edhe më përpara, kam qenë te Pallati i Pionierëve. Ke qenë te Gjeniu ti? Kam qenë te Gjeniu. Bravo. Mos them, akoma më e vogël. Gjeniu sa vjeç ke qenë? 11 më duket, 11-12. Nëse unë kujtoj tek X Factor në fakt, prandaj e lidha me Po mirë, se X Factor ishte gjëja që e fitove ti atë. po. Fitova të parin. Ça zëri. A këndon në për shtëpi? Jeti? Gjithmonë. Gjithkohë. Gjithmonë. Kush është para se shkojmë tek këto të Eurovizionit. Kush është këngëtar për shembull që nëse do të jepni një disk të një këngëtari, një album, do ta merrje me vete kudo, do të merrje vetëm njërin. Ku diun tani së fundmi, më pëlqen shumë ky The Weeknd. Ja dëgjoj shumë këngë. Mo fut Jakob, seriozisht nga gjithë artistët e të gjitha korave mund të marrësh The Weeknd. Tani po së them fundmi shumë flas. okay është. Unë po flas së fundmi, çfarë më pëlqen? Do shkosh në një ishull 10 vjet, ti dhe Ilda, shoqë e ngushtë. Përveç se do të Bob dëgjosh Marley. Bob Marley, seriozisht këtë nuk e prisja. Pse? Frank fakt, Sinatra. Jam këshun. Bob Marley ose Frank Sinatra, Unë i ata janë dëgjoj- shumë të ndryshëm fakt nga njëri tjetri. Po ashtu që edhe këngët unë. Unë Ja, je jam kështu, tip moodi. Si ndihem? Dua për shembull të dëgjoj muzikë Ja, po, klasike, shiko. dua qetësi të dëgjoj klasike. Dakor, po flasim që ti ke mundësi të shkosh në një ishull Ta. për 10 vjet dhe të marrësh vetëm një disk, vetëm një autor. Kë merr? Bob Marley. Bob Marley. Në ishull po? A do me thënë ti e lidh me unë. lokacionin, do me po të thosh ja shkon në mal, Po, patjetër. këdo merrje. Në mal? Interesante fakt. A këdo merrje në mal? Metallica. Jo. A s'të gjon metal? Jo. Pse e paragjykuese shumë të Jo, mirë? s'jam paragjykuese, thjesht nuk është se është një zhanër që të më pëlqej shumë. Provoj. Ku diun më, edhe Frank Sinatra, po. Do ta merrje në mal. Po. Dhe po në fushë. Nëse, e kuptova. Në det tani. E kuptova. Ore, kështu me punë shtëpie si e ke qef merresh me shtëpinë, me enët, me gatimet, me Tani ti me sinqert nuk është se merrem shumë. nuk merresh shumë. Përpiqem, me mood e kam dhe atë. Po edhe ndihmoj. Edhe ndihmon. Dakor, për të gjithë ju që merreni më shumë atëre, nxitoni të përfitoni nga oferta e Jutes, sepse është një ofertë fantastike. Vetëm në Prestige Home tek dyqanet që ndodhen aty për blerje mbi 30.000 lekë të reja, përfitoni 10.000 lekë. Përfiton 10.000 lekë Shela, dhe nuk është pak, po ta mendosh. Dhe jo vetëm kaq Shela, nëse shkon tani, përfiton dhe pagesë me 4 këste me 0% interes. Shtata. Shkojmë pak tek shtata apo tek 6 jemi? Mbaroj 6-ta, iku ky rrjeshti. Mos më bën me hile. Mos bësh me hile. Jo. Shkojmë pak tek Eurovisioni tani. Ku isha këtu tani? Asa. Te shtata, O, miku po, po. shpejt. Do me thënë sa vjen dhe bëhet më me rënd. Kush ka zbuluar talentin për këngën? Vet? E di djek. E gjithë kjo goci mos dorëzo. Që si e ka mbush pirunin ndërkohë ka me patate që të kaloj. Iku dhe kolla më duket. I kurojmë gjitha. Vetja. Vetja, këndoje që e vogël. Pastaj, sigurisht, atë ingranimin ma ka dhënë mami, Okej. që më ka aktivizuar në për këto kompeticione të ndryshme. Pastaj, si është ajo, më hyri lezeti dhe... A kanë qenë gjithmonë dakord që të bëhesh këngëtar? Ke pasur njëherë kundërshtit tipit bëu ekonomisë të ke qenë mami ti është Ka dashur që të merre me të më aktivizoj, po jo që unë të bëhem këngëtare. Ta kthesh profesion. Jo, nuk e ka dashur dhe nuk e do kurrë. Çfarë ka këtë gjë. dash për ty? Për mamin unë mund t'isha bërë një juriste, Të shkon krija në një punë në zyrë, me i pal syze ti e di si të gjeja juriste. një burrë të mirë, familjar. Po s'ka pas faje shkreta ça, mirë ta. Nuk është se të ka thënë gjë të keqe përshëndesi Ndërkohë mamin, që shumë mirë e ke këshilluar. vajza ka qenë gjithmonë shpirt i lirë, artiste. Vajza nga Tirana, në San Marino, evente të ndryshme, do të pyes dhe për këtë. Ore, si të duk kjo, mua më pëlqeu shumë kënga jote në Eurovision, ti jemi sinqert me ty. Kisha të motivet e zonës.
Që unë i kam shumë familjar. Festivalin. Ndje, po festival. festival. Eurovision, të lutem. Me mbase me mendje dhe dëshirë, po. Faleminderit. Pse mendon se nuk Pse mendon se nuk se publiku deri në atë moment po të paktën me sapo dëgjoja vërdall në opinionin e qoftë profesional ose qoftë përditshëm, po konsiderohesh e favorit në fakt. Po pra, kjo më... As ti se di, Si ka mundësi? Do me thënë që unë isha ndër favoritët. Më pas se fiton gjithmonë favoriti, ku diun? Po pse? Logjikisht. Për shembull, në Eurovision e di që nuk e fiton gjithmonë favoriti për shkak të politikave. Me thënë shtetet votojnë me interes. Unë si Shel, të them të drejtën, unë nuk besoj te kjo pjesa që voton publiku. Nuk e besoj fare. Në Shqipëri thua apo në Eurovision? Kudo? Tani, unë njoh sistemin këtu. Nuk e di si është atje, por të paktën, deri tani, që jam në një vend tjetër, di të them, nuk e di se si do procedojnë dhe ata dhe si e kanë, por di të them që më kam vlerësuar. Jam djerë shumë e vlerësuar. Dhe s'ke pse mos jesh. Aty. Dhe nuk është se pati problem që ishte kënga shqip apo jo. Unë këto kisha çik frikë te vetja ime. Do të thonë, e nisa kot ta Për në Fribafi, San Marino, për në San Marino. Pra po krahasoj dy vende të ndryshme, dy realitete. Tani unë nuk e di normalisht sistemin andej, unë thjesht po provoj dhe jam në atë rrugtimin tim, që e kam marrë shumë chill dhe qetë, prap me atë groundit, siç të thash. Por unë nuk besoj këtu që është ajo faktori të voton publiku. Këtu historikisht është bërë që çdo festival apo kompeticion të dali fituesi përpara. Si përpara? Po, ke vënë që përfliten? Do të thënë del lajmi që kur të kujtët ja japin thua. Po, dhe çuditërisht gjithmonë ashtu. Megjithatë, nuk po dua ti hy. Jo, mos i hy. Dakor. Kësaj, tani nuk e di. Kjo është mendimi im, nuk është se po them është fakt kjo, ky është mendimi im. Sepse nëse do më kishte votuar publiku, mendoj që nuk do kisha dalë në atë rezultat. Megjithatë, është okay. Okej. Unë jam shumë e lumtur që kënga ime është dëgjuar, është pëlqyer. Ndihem shumë mirë dhe me veten një herë dhe nuk i bëhem fare pishmanit që shkova aty sepse ndoshta mos ta kisha nisë për atë festival, nuk do ta kisha bërë fare atë këngë. Dhe nuk do ta kisha bërë fare këtë rrugtim, por unë besoj gjithmonë që gjërat gjithmonë vinë për një arsye. Pra ti edhe nëse sfiton, po edhe nëse fiton, pra gjithmonë ti merr atë të mirën dhe të keqen si ndjesi. Ajo çfarë ka rëndësi është si ti e menaxhon veten tënde dhe si ti ja jep drejtimin. Pra ti do ta shikosh si një gjë, ua, dështova dhe mori fund, apo do ta shikosh si një gjë që, okay, hajde të provojmë një gjë tjetër. Pse jo, mbase del diçka më e mirë. Mbase të hapet një rrugtim që ti se ke imagjinuar çfarë mund të vi. Në tërësinë e gjës po flas, nuk po flas vetëm se fitova këtu. Për shembull, unë këtu po iki edhe për eksperiencë, edhe se e nisa kot nga hiçi, dhe për faktin që mua po më ecën shumë njerëz tani dhe thash kam parë që jam vlerësuar sepse e bëra edhe një këngë tjetër italisht për të qenë brenda dhe më zgjodhën këtë. Pra, do të thotë që kjo këngë nuk është aq pa vlerë që mos të pëlqet. E qartë. Okej, mbase për dikë që nuk e di, po flet për eksperiencën e San Marinos. Po. Na thuaj pak, megjithatë, një sekondër, se në oftove fare. Po pra. Jo, mbaruam me ato në. Jo, mos mbaruam. Këtu jemi te teta. Te teta, sigura? Po. Na mos bëj hile se kemi ardhur për ta. Po ja, pra mos e lyva. Të mos bëj hile. Ore, këtu nga fundi vi kanë kështu farmak. Kanë një shije. Heli më, barmiu. Barmiu më. E ma ajo është e bukur. Kam një lojë për ty. Bëra si qani atë. Kujdo, sa kjo nuk kalot ndryshe apo songre. Jo, hati. Ndërkohë që unë të shko, kam një bo, më erdhi dhe mua. O, vlla. Bo. Më goditi. Nuk duhet marrë shfrym shpejt. Qose e ke këtë në gojë, nuk bëhet bësh sa po e bëra. Atë që bëja. Kam një lojë për të bo, për vlova.
Kam një lojë për ty, apo. Ti duhet apo, është loja. Po apo jo? Është apo, të apo atë. Në eksperiencën tënde personale, dhe vetëm personale, në shihet tua subjektive, në të gjitha pjesëmarrës që kanë marrë pjesë në Eurovision, cilit ka pëlqyer më shumë? Ledina Çelo apo Frederik Ndoci? Më falni, po s'm kujtohen fare këngët. Zgjidh njërin, s'ka problem. Ledina Çelo më duket. Ledina A ka Çelo. qenë me ato ti-ti-ta apo jo? Ledina Çelo. Ledina Çelo apo Olta Boka, 2008. Zgjidh atë që Çfarë mamë. këngë ka qenë? Ledinën. Ledina apo Casey Tola në 2009? Se mamë Casey? Kesin. Casey apo Juliana Pasha? Me ato që kishte me Luizin apo jo? Ku se majmë fare? Ke po pyetjet më. Fizika. Trudem përgjigju. Juliana Pasha apo Aurela Gaçe? S'më kujtohet kënga Aurelës. Aurela Gaçe. Sot ma fali. Aurela Gaçe apo Rona Nishliu? Rona Nishliu. Rona Nishliu apo Anjeza Shahini? Rona Nishliu. Apo Elhajda Dani? Rona Nishliu. Apo Eneda Tarifa? Rona Nishliu. Apo Eugen Bushpepa? Rona. Apo Jonida Maliqi? Rona. Apo Albina Kelmendi? Rona. Rona fiton quizin apo, në fakt ishte e bukur ajo. Si e kishte Malin të qaj. E ke parasysh kur se më shkoj një natën që kapi ato nota. Okej. Na ikën dhe kordat nga kjo më. Jo më. Shiko, Mirë frim thellë. e ka bërë shumë mirë. Ti ke bër kurse, trajnime për kanto e tjera me radhë, apo është thjesht autodidakte talent natyral? Është talent natyral, po sigurisht kam bërë. Ke bërë ca gjëra. Kam bërë, po. Cila është pika jote fort vokalisht dhe cila është pika e dobët e jotja? Nëse ke një tillë. Falseti është pikë fort, Aha. edhe notat bas poshtë janë pikë dobët. Do më bësh një demonstrim cila është falset tani. Ajo që është lart? Kjo është falset. Ndërsa poshtë është si t'jem të mbështetesh në nota poshtë. Edhe unë dhe falseta duhet t'jem më mirë. S'mendon? Jo? Në fakt po, se ti kështu këndon, nuk këndon, flet se na u bë mendja kënd. Po, flet me zë? Me ton të lartë. Jo. Për shembull nuk flet ç'kemi, je. E ke këtu. E po e bëj që të holloj zërin, se kam shumë bas. E kam të impostuar atë, nuk. Dakor. Dhe që thua ti shkon San Marino ti, nuk të duan shqiptarët, jo shqiptarët popullit. Jo, ma jasë. Nuk të duan, thua lajm bombastik shnoje. Titull Shela e pranon. Po jo mos e më donin. Jo audiencë, mo. Ma kishin me të futur titull. Do iki të jetojnë San Marino, titull i radhës për Shelën. San Marino si erdhi kjo, se nuk e çuditshme San Marino. Pse pikërisht San Marino për shkak? Po erdhi një gjë kot, të them të drejtën. U bën sebeb disa dashamirës. Aha. Dhe thamë, pse se provon një kot? Ndërkohë që të vetmen këngë që kisha ishte Zemra e Tokës. Zemra e Tokës. E bukur është ajo. Dhe se luajmë dot këtu se aplikimet ishin fare thjesht, hyet tek faqja zyrtare, çoi këngën, biografi aty, po. Dhe ata nga ajo bënin një përzgjedhje. Po. Dhe në fazën e parë që ne ishim, që më ka dalë sot kjo faza e casting. Okej. Ishin përzgjedhur 800 konkurrent nga 34 shtete. Po. Të Europës, po. Pra, e kalova dhe këtë fazën, u pranova, kalova dhe këtë që bëra casting se isha herën e parë në San Marino, u futa në fazën 240. Isha dhe këtë herë, kalova nga kjo 240-qa, përfunduam 40. Automatikisht më kam hyrë në gjysmë finale tani. Kështu që unë iki dhe këtë herë, dhe në 4 mars është performanca ime në natën e parë të gjysmë finales. A mendon se mund ta fitosh? Si duken gjasat? Nuk e di. Me shpirt në zemër do doja shumë, po. Ore, ne këngën se luajmë do të këtu tani, po.
E di, i ka këto efekte djegëse. Por të shpresoj të kaloj dhe finale njërë, se faktikisht gara është, nuk është e lehtë, se tani janë gjithë ato konkurrent, kanë dhe ata këngë mira dhe kanë dhe goxha zë, më thënë të drejtën. Po, ka goxha zëra të mirë. Pastaj ndryshojnë dhe shihet. Nuk besoj po nesër ato janë njësoj me vendin tonë. Po se fitove tregon që problemi e ti, e ke. Po, negativ. Që qëtë problem. Dhe së zgjodhën Shqipëri, zgjodhën San Marino, lal, problemi e ti, e ke përësysh lërës profesion, dhe gjo mua gje një burë me lek, të vërë juridikut, si që ama. Nese, unë jam komplet pro eksperiencë, eksperimentimit, artistët duhet të provojnë dhe absolutisht fakti që jenë finalisht, a vashme në rëzove studio në burë. Nese, po e bëj dhe për një gjë tjetër, them. Për çfarë po e bën? Unë e kam eksploruar dhe eksperimentuar veten time në shumë zhanra dhe aktualisht kam përgatitur dhe një EP në gjuhën spanjolle. EP? Po, që do jetë një mini album me 6-7 këngë. Po pse më flet spanjisht? Apo mund ta riprodhosh muzikalisht? Mund ta riprodhoj shumë mirë, kuptoj shumë mirë spanjisht, e shkruaj shumë mirë spanjisht. Cuando se María Dolores, cuando se la María Dolores, andale. Cuando se María Borera, spanjisht. Po? Po ç'më tregon spanjoll mirë? Thjesht më pëlqen të eksploroj dhe eksperimentoj. Shiko, e dashur. Duhet të kuptoj një gjë. Dhe kam një aksent të mirë kur këndoj. Do të thonë, nuk po të vë një këngë tani, të demos time. Spanjisht. Po mu jepi një pjesë të vogël këtu. Çfarë sfide? S'të vjen, je nga ato që se bën dot në... Po prisë se nuk ka ardhur akoma që ta Po nuk e luaj dot se pastaj do jenë drejtat e autorit. Po bravo do ta tregoj, pasi të mbaroj misionin. Ma pa e duam për publikun, do duhet ta shikojnë njerëzit. Se unë do vi prapore. Do vish për promovimin e radhës. Do bëj libër tha. Eksperimenti. Kur do mbarosh me djegëset, kur të kesh prodhuar dhe ti në një gjë tjetër, do vi prapë. Po tjetër ashtu po. Do të kemi. Se do kemi një kështu me muzikë. Ku mbetëm ne këtu? Tek nënda. Mirë, deri tani. E mo mise përballove, hoqi bilet shumë lehtë, po, më duket se po, mirë. Vlonjate, po edhe çik delvinjote. Kam një tjetër quiz për ty, megjithëse po përfaqëson San Marinon. Kujdes. Çfarë do bësh? Kujdes çfarë do bësh se unë këtë do ta përkthej dhe do ta bëj me titra, do ta çojnë San Marino. Po çfarë ishte kjo? Për San Marinon? Po. Kujdes. A është San Marino republika më e vjetër në botë? Besoj që po. Beson që po? Më duket se po. Pse beson që po? Ke dëgjuar diçka i bie? Po të jo më duk nga që edhe vendi aty stili më duket si antik, si i vjetër, nuk e di. Po, në fakt San Marino është republika ose pretendohet të jetë republika më e vjetër në botë, është themeluar në vitin 301 pas lidhje ose pas erës tonë. Cili shtet e rrethon plotësisht San Marinon? Italia. Thjesht kjo. Sa banor ka afërsisht San Marino? Më duket 33.000. Më duket, për afërsisht. Sakt. A ka San Marino dalje në det? Dalje në det? Jo. E sakt. Cila është moneda zyrtare që përdon San Marino? Euro. Evro, jashu. Euro. A ka San Marino aeroport ndërkombëtar? Jo. Nuk ka. Sa është sipërfaqja e San Marinos? Sa kilometra katorë? Nëse e di këtë, nuk e di domethënë. Do shkojnë Kishlaçi, do ndez një qiri për ty që të 61 ose 64.000, më duket? 61, e di ore. Këtë do ta përkthejmë italisht do ju ja. Ose kam hetuar një çik, nuk është se. Po vlonjato o çpret. Në cilin vit mori pjesë për herë të parë në Eurovision San Marino? 2007? 2008. Mirë. Hiqeni këngën, mos e leni shkoj as në finale, nuk di asgjë për ju. Skualifikoheni që tani them unë më mirë. A ka fituar ndonjëherë Eurovisionin? Jo. Cili është pozicioni më i lartë që kanë kapur në finale, kolla që kanë gjithë? Kanë hyrë deri në finale një 2 herë, po të fundit nuk janë. Ja që të fitoj unë ti çoj hap tani. Inshallah. A mendon se do konkurron, pse do konkuronte kënga jote? Çfarë bën që të konkurroj? Shiko, mendoj që është një zhanër që unë kurse kam ndeshur dhe kam dëgjuar në Eurovision, kam dëgjuar dhe fitues tani pak a shumë që kanë stil interesant, por mendoj që do ishte interesante që të vinte si Afro Deep House me polifonin dhe biles në San Marino, ku? Interesante do ishte. Sa e skenar i papar do ishte, imagjinoje. Vetëm për qefin
e të nxjerrurit në pa një grup aty nuk dua të që ti të shkoje me San Marino edhe të kaloje si për Shqipërisë në renditje do ishte ironi e fatit e të San Marino mundsin në fund ditës prap reklamim për Shqipërinë do ishte mos e kemi gjithat polifoni më është të fakt gjunaj që s'quan polifonin. Po kënga si duket që fitoi? Mua më pëlqen. Për Alisin? Shiko. Mua më pëlqen ajo kënga, e bukur është. Unë kam qenë ajo shel që e kam komplimentuar Alisin dhe nuk mund të them që është këngë e keqe, por unë nuk e pash për të fituar, për të qenë në Eurovision. Nëse do kishte fituar një këngë magjike, apo do kishte fituar festival kombëtar këtu, absolutisht, është balade e bukur, por në gjykimin tim, dhe festivalet kanë një thimë. Kur ka qenë vjet që fitoi Shkodra, thimi i festivalit ishin rrënjët, dhe normalisht fitoi. Sepse dhe ata bën një gjë ndryshe dhe më kanë pëlqyer shumë, them drejtën. Këtë vit ishte neo-futuristic artists, pra e ardhmja, po flisnim për të ardhmen dhe ajo çfarë solla unë ishte një risi. Po. Edhe Sara Kapo ishte një risi. Të dua shumë. Po. Edhe ajo ishte një surprizë. Po e bukur ishte ajo që kam pëlqeu. Pra, një balad nuk e pash shumë si risi, pra nga një gjë që bëm ndryshe dhe jehuam, bëm një balad. E kuptoj por kontekstin e jo shoj. unë shaj këngën dhe absolutisht Alisin. Alisi është një super artist. Me thënë, edhe në intervista që mua më kanë marrë gjatë festivalit, absolutisht e kam vlerësuar dhe si ato dhe si disa artistë të tjerë. Ashtë sikur që juria nuk ka Shkodran shumë brenda. Që vetëm Shkodran po ja u japin jo se kemi gjë me Shkodrën, kupton, që të mirë kuptojmë, Shkodra është djep kulturë. Talenti që është talent nuk e diskutoj, nuk po flas. E di shumë mirë mundin e të gjithë artistëve aty, po flas se si e mendojnë që është e drejtë, jo se është kënga ime. Mund të ishte X këngëtare tjetër që do kishte po të njëjtën këngë, unë do thoja do loboja për këtë, sepse e shikoj dhe në çik racional, në pamje racionale, pra jo thjesht emocionale se është kënga ime dhe nuk u zgjodh. Ajo është e pamundur, Sheila. Jo. Ta shikosh të në racionalisht. Jo, e shikoj. Sepse ose do ta kritikosh shumë, e shikoj sepse në momentin që unë mund të kritikoj dhe veten time dhe të them dhe ku gaboj, absolutisht që unë jam racionale. Triki më duket ajo mua të gjykosh veten. Po, unë kam arrit, patjetër, unë e bëj shpesh këtë gjë me veten, sepse unë dua që të përmirësoj një gjë tek vetja ime. Kështu që unë nuk e shikoj si regres. Ti marrëdhëniet me qenë se isha aty me polifonin. I ke pas gjithmonë, ke kënduar, ke eksperimentuar me ata? Jo, thjesht kam eksperimentuar. Kam eksperimentuar çdo lloj zhanri të mundshëm në studion tim. Të lutem, a mund të bësh një provë për atë vajzën e valeve që unë nuk e di? Vajzë e valave. Se nuk e ke parasysh si këngë? Tu mbyllet emisioni miq, nuk e ke këngën e Himarës? Së vjen? Ja, ma vën çimë. Si nuk të vjen, Sheila? Tashi. Më jetë Ore, kam dhe të fundit e? Edhe një duket ja dola, më se të. Po, kam gjumë. Se di nuk... Kjo ishte me supozim. Të vjeta jemi, ja? Pra... Finalja. Pra dola nga lista Zesprit, që ta marrë kështu tani. Që si u qua, shi. Tani që u sigurua që ja hodhi, çohet bën gangsteren deri që parë. S'ka gjë, bravo. Që s'jam të nga ato që futen kështu. Jo, si e. Listën e zezore. Jo, më vetëm Stefi ngeli shkreti, mezi po presi bashkohet një njeri tipo. Ngeli Stefi vetëm. Bravo, Sheila. Si. Edhe po e shijon. Nuk e faj, sallamet tona janë. Helmi e ke përsa. Do të tani? Unë gjy dhe njerë, ka stile, nga nati. Shi. Bravo ti. Nga nati. E sigur të e fote edhe prap, bravo. Iku. Halale. Më këmdo diçka, më këmdo diçka se kam shumë qef. Tani që e përvulluar. Tani, jo? Aty është e bukur, më kap një gjë që të pëlqen. Më ke pëlqyer shumë aty, për shembull, kam dëgjuar një herë me Semi Jaupaj.
Been alright, drunk in love. Sa bukur. Që se keni. Ta have këtë patatën. Që se keni kap. Nuk Ta have këtë patatën. Haj. Do më kapësh një kapela tani. Mund të vish mua tani në studio, mos kapi një kapela. Ty të këndon Ilda a kapela? Këndon, ë? Duhet ta performosh një a kapela po e pra. Këtë drunk in love apo çfarë? Ka duhet, çfarë duhesh ti? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurt instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurt instead. Zduar Rokiti njerin të studio. Ti e mësuar Ilda, e ke dëgjuar shpesh, më mirë mendja, nuk të bën përshtypje. Shumë e bukur, shumë e bukur. Komplimente. S'na bekoj zot me një zot të tjerë. Kisha zërin tënd, nuk e di çfarë kisha bërë. Po s'ka një dhadh unë ti të tjera, ja të bësh këtë që po bën. Nuk Se sa bëjnë të gjithë. E nuk rasohen. Mirë, sa bëjnë gjithë. Nuk këndoja Adelin ashtu. Kishin vjen rrugës gjithë. Duke sfiduar Adelin. Po pra, shumë bukur. Nëse, kjo ishte intervista, nuk e di nëse ke diçka për të shtuar. Ore ti, kemi traditën që themi një Barcelet, vjen një Barcelet? Si jemi dhe Barcelet? Çdo kush në këtë emision tregon një Barcelet. Po pse s'm përgatitet ti më? Po pse duhet të përgatitet? Kështu ja them çdo kujt. Po do të përgatis. Po ata që s'din ç'a bëjnë tani? As ti Barcelet? Po nuk më kujtohet, më është friz. Pa problem. S'ke, nuk është problem. Po s'të vjen. A ka diçka që duhet ta shtojë në këtë emision që nuk të kam pyetur? Se besoj. Besoj që i ato që duaj. Thjesht, meqense jam në gara akoma të San Marinos, shqiptarët e mi që më duan na mbështesni, na komentoni, na bëni like, share, se e kemi nevojë patjetër. Do të thënë jemi në një vend të huaj, po i duam prapa ata tanët se. Po kush mund të votojë domethënë për mund të votojnë ata që ndodhen? Unë nuk e di nëse mund të jenë votat këtej, por të paktën në rrjetet sociale fushatat e marketingut vlejnë, kështu që sa më shumë të bëjmë, aq më shumë share, like, repost e të gjitha ta mbështesim patjetër se në fund ditës nuk e bëni as për shelën. Po e bëni për shqiptarët, më e bëni për muzikën. Ore, për shqiptarët e kanë zgjedhur ata, po ata që më duan mua dhe që e bëjnë për shelën. Do përfaqësohet San Marino, përfaqësohet me këngë shqiptare. Do të thënë edhe më kanë kritikuar, sikur komentet aty. Pse kjo këngë shkojnë në Itali, në San Marino, kur jemi ne këtu e tërërë, nga që kanë marrë çaj maron, kujtojnë se unë e kam vjedhur. Po e kam thënë 100 herë, nuk është këngë e vjedhur. Ajo është marrë çaj maroja si element i trashëgimisë kulturore dhe unë e kam proponuar. Po është thjesht çaj maroja, nuk ka lidhje se unë kam bërë vijën, as instrumentale. Po, ajo dallohet. Po nuk e kuptoj më. Nëse sa t'ja mbush mendjen ç'a të bëjmë. Avash. Kush më do, më përkra. Ju dua. Sa bukur. Për ty kemi një dhuratë nga Argjendari Donaldo, e dini. Faleminderit. Është e jotja, ju e dini ku mundoni, ku si doni, si duash. Ju mund ta gjeni përballë qendrës Top Tani, ndërkohë duhet të falenderoj Bumbun, që ndodhet gjithmonë pranë nesh, duhet të falenderoj Tonën, që ndodhet gjithmonë pranë nesh sigurisht.